Një tjetër figurë e Partisë Demokratike largohet nga selia blu. Fjala është për ish-deputetën demokrate Gjeni Gjergji, e cila është emëruar drejtoresh në Spitalin e Elbasanit. Teksa njofton vetë marrjen e detyrës së re në Spitalin Xhafer Kongoli, Gjergji sqaron se ka hequr dorë nga funksionet e saj në Partinë Demokratike. Ish ligjvënësja, e cila është me profesion mjeke, bën me dije se nuk kishte një zgjedhje politike, por një vendim profesional pasi ka zgjedhur të jetë në shërbim të qytetarëve të saj. Të nderuar miq, të nderuar qytetarë të Elbasanit, sot kam pranuar me përgjegjësi dhe për ultësi detyrën si drejtoresh e Spitalit Rajonal Xhafer Kongoli Elbasan. Kjo nuk ishte një zgjedhje e lehtë politike, por një vendim thellësisht profesional dhe njerëzor. Pavarësisht angazhimit tim të mëparshëm politik, u kam qenë dhe mbetem mjeke. Profesioni im është thirrje, jo pozicion. Kam zgjedhur të jem aty ku mund të jap më shumë për shëndetin e njerëzve, për komunitetin tim, për qytetin që dua. Elbasani është qyteti im, vendi ku jam rritur dhe ku kam ndërtuar identitetin tim profesional. Të jem në krye të institucionit më të rëndësishëm shëndetësor të këtij qyteti, për mua është një nder, por mbi të gjitha një sfidë që kërkon përkushtim, dije dhe ndershmëri. Shëndetësia ka nevojë për njerëz që e njohin sistemin, që ndjejnë barrën e përgjegjësisë dhe që janë të gatshëm të punojnë me përkushtim përtej bindjeve dhe kornizave politike. Faleminderit për besimin. Angazhimi im do të jetë çdo ditë në shërbim të pacientit, stafit mjekësor dhe dinjitetit të kujdesit shëndetësor, mbyllet mesazhi që ish deputetja ka publikuar në rrjetet sociale.